Shikues të ABC News, ju përshëndes të gjithëve, unë jam Kassandra Pali dhe takohemi si gjithmonë me korrespondent, hapësira e cila i dedikohet personazheve dhe historive të cilat zhvillohen jashtë kryeqytetit, por fillimisht sigla. Është dita e fundit e agjërimit dhe ndaj në nisje të korrespondent do ndjekim një material që lidhet pikërisht me muajin e shenjtë të Ramazanit. Vjet re një numër në rritje të besimtarëve të rinj dhe sipas myftimëve të xhamisë së Fushkrujës, kjo është një mirësi nga Zoti. Ndjekim materialin. Muaji i Ramazanit konsiderohet si një nga festat më të shenjta për besimtarët musliman dhe për qytetarët e Fushkrujës ky muaj ka një rëndësi të veçantë. Çdo vit xhamitë e Fushkrujës janë mbushur me besimtarë të shumtë, të cilët falin namazet dhe agjërojnë me devotshmëri. Me të thënë drejtën, mendoj unë ndoshta, por e kanë ndje edhe persona të tjerë, këtë muaj, këtë vit domethënë, ka pas më shumë agjërues se sa vitet e tjera. Sepse shikoj shumë të rinj, shumë të reja që kanë agjëruar, ose shumë të rinj që kanë ardhur në xhami për herë të parë, që s'kanë ardhur më përpara edhe kanë qenë agjërues. Alhamdulillah, kjo është mirësia e Zotit. Njerëzit pak nga pak inshallah do fillojnë ta kuptojnë se kthimi tek ana shpirtërore është e domosdoshme. Po ne më thënë edhe këtu kemi edhe nxënës të shkollave që vinë edhe xhumë, edhe i pyesim shpesh, po jemi agjërues. Dhe shumica vinë. Edhe kjo, edhe prezenca e tyre në xhami në akşam, që vinë e çelen iftar këtu, edhe mosh edhe vogël, 10 vjeç e poshtë, edhe e man gjithë muajin e Ramazanit. Alhamdulillah, kjo është mirësia e Zotit, domethënë që edhe kjo sigurisht që ai nuk e ka obligim, sepse është moshë e vogël, por Islami nxit që ai ta ketë me dëshirë, këtë tregon domethënë entuziazmin dhe dëshirën, ka pasionin që ka për të shërbyer, domethënë për të pasur nga ana shpirtërore. Kjo periudhë, përveç se është një mundësi për pastrimin shpirtëror dhe forcimin e lidhjes me Zotin, është gjithashtu një mundësi për të forcuar lidhjet shoqërore dhe familjare, veçanërisht kur besimtarët mblidhen për të ndarë iftarin, një akt i shenjtë i solidaritetit dhe mikpritjes. Me thënë drejtën, këto në rrethinat e Fushkrujës, në rrethinat e Fushkrujës, në fshatrat, është hap një traditë shumë e mirë, që edhe profeti Muhammed alayhis salam e ka nxitur një gjë të tillë, që shtren iftare. Edhe kjo është iftare të përbashkëta, iftare të mëdha. Nuk bëhet fjalë iftare 10 veta, 20 veta, po bëhet fjalë 300 veta, 400 veta, 200 veta domethënë. Edhe këto i bëjnë njerëzit me dëshirën e tyre, edhe me financimet e tyre, po ashtu edhe kushërit tanë, edhe vëllezërit tanë kanë bënë një gjë të tillë, edhe firma të ndryshme, edhe fiset e tjera, si puna shejaksëve edhe babas, domethënë kanë bë iftare, kanë bë edhe tjerë. Edhe sigurisht që është një traditë shumë e mirë, edhe inshallah shpresojmë që të vazhdojë kështu. Një nga historitë më breslënëse dhe inspiruese që është ndarë nga xhamitë e Fushkrujës, është ajo e familjes Babasi. Ky fis është i njohur për devotshmërinë dhe sakrificat që ata bëjnë për të ruajtur traditat e besimit islam. Saba Babasi, njëri nga 8 vëllezërit e familjes, tregon për një traditë që ka kaluar nga brezi në brez dhe që është vazhduar më shumë për kushtim nga fëmijët dhe pasardhësit e familjes. Ne kemi filluar në demokraci, këtë familja jonë agjërim më të madhe me të vogël. Kurse nëna ime, që në moshën 8 vjeçe, e deri kur ka vdek, na ka lënë asnjë Ramazan. Ka pas gjithsej 8-10 Ramazana. Nëna. Edhe ka vdek për natë e fundit Ramazanit, edhe fut për ditë Beramin të. Edhe baba për ditë Ramazanit ka vdek, mes Ramazanit. Po baba ka 20 vjetë, nona të që ka ma pak, 5-6 vjetë. S'ka kënaqësi të madhe, elhamdulillah, kur njerëzit i mbështeten krijuesit. Vallahi numri janë shumë, nga rast shkoj ke 100. Ishin agjërues? Se ne jemi edhe ashtu 8 vëllezër. Ne jemi 4 mata, të jemi 3, plus kemi fëmijë shumë, unë kam 7 fëmijë. Para që gjithë agjërojnë. Që gjithë bëhet fjala edhe të veçit. 6-7 vjeçi, jo më të mëdhej. Pra ai besim ka dash Allahu, që lëshoj ka fut në zemër.
Për një tjetër besimtar, muaji Ramazanit ka përfitime aq të mëdha për trupin e njeriut, sa është njësoj si këtë kryesh operacion pa bisturi. Ramazani e muaji i mëshirës, muaji i faljes, muaji i lutjes, muaji me të cilit gjithë njerëzimi shpëtojnë vetëm në mëshirën e Allahut. Nëse do flasim për muajin e madhëshëm, muajin e agjërimit, muajin e Ramazanit, është një muaj i veçantë. Një grup i madh shkencëtarësh amerikan të grumbulluar posaçërisht, veçanërisht për muajin e madhëshëm të Ramazanit. Ato bën të gjithë marifetet e tyre në fillim dhe agjëruan deri në fund të muajit të bukur të Ramazanit. Dhe gjatë gjithë kohës që ato agjëruan, në fund ky grup i madh muslimanë, katolikësh amerikan, po shkencëtarë ama, shumë të fuqishëm, arritën në konkluzionin se Ramazani është një operacion pa bisturi, sepse pastron stomakun, pastron edhe qetëson zemrën. Njëkohësisht bjen një qetësi totale duke fjetur pra edhe truri. Hoxha Muharrem Vrana ka shprehur gjithashtu mirënjohjen e tij për besimtarët e devotshëm që agjërojnë dhe kryejnë veprat e mira gjatë këtij muaji të shenjtë. Zakonisht në muajin e Ramazanit, besimtarët shtohen, aktivizohen, marrin pjesë. Si të them, i prek në shpirt muaji i Ramazanit, se është me të vërtetë i fuqishëm. Kështu e ka sjellë Imam Zot. Edhe njerëzit sensibilizohen vetë me një ndjenjë shpirtërore, edhe angazhohen në agjërim, në faljen e namazit natës, të ditës, në pamirësi, në vepra të mira, në iftare, në sefyre, edhe ka jashtëzakonisht shumë rritje të besimtarëve. Dhe nëse flasim për këtë vit, megjithëse muaji i bekuar i Ramazanit, po vjen më lart, më mirë, më i bekat, më me mëshirë se sa vitet e tjera. Dhe po shikoni që më shumë je mosha e re. Edhe mosha e re ne na intereson shumë që të largohen nga veprat e këqija, siç është droga, bixhozi, imoraliteti, papunësia, pra duhet që të afrohen, të marrin nga këshillat tona, edhe këshillat që japim ne për shembull këshillat e një 65 vjeçari, i cili ka kaluar jetën që nuk është thërriher nga policia, nga etosia, sepse jemi një familje, jemi njerëz, dhe të njëjtën gjë u transmetojmë dhe njerëzve. Muaji Ramazanit është një mundësi për çdo besimtar që të forcojë lidhjet me Zotin dhe të mundohet të bëjë vepra të mira. Skulptorin Xenofon Kostaqi e njohin që të gjithë në Gjirokastër. Sëmundja mundi ta mposhtë vetëm nga ana shëndetësore, por kur anën e tij artistike dhe krijuese. Ndonë se e ka të pamundur që të flasë, është bashkëshortja dhe miqtë e tij më të ngushtë, ata që tregojnë për karrierën, për punimet e tij të realizuara, por edhe për sëmundjen me të cilën po përballet prej 13 vitesh. Sëmundja e ka mboshtur 13 vite më parë nga ana shëndetësore, por jo nga ajo artistike e krijuese. Xenofon Kostaqi, një nga emrat më të njohur në Gjirokastër, vijon edhe sot të realizojë vepra të ndryshme pranë studios që ka improvizuar në banesën e tij. Në një karrierë gati 60 vjeçare, Gori, ashtu siç e thërasi në Gjirokastër, numëron mbi 150 krijime të ndryshme në gur, balt, bronzë e dru. Sot për fat të keq ai e ka të pamundur të bashkëbisedojë me ne për shkak të sëmundjes, e cila i ka goditur dhe një prej gjymtyrëve të sipër, por asgjë nuk e pengon mjeshtrin, i cili është vlerësuar dhe me titullin artisti merituar që të vijojë të krijojë art. Veprat e tij sot i hasim kudo në Gjirokastër si obelisku i qytetit, bazorelivi i festivalistëve, ai i luftës së mashkullores, apo dhe busti i 2 heroinave Bule Naipi e Xenofoni Kogdhima, vepër të cilën e përfundoi pak kohë më parë dhe e punoi vetëm me një dorë. Gori e ka të pamundur të flasë, por bashkëshortja e tij, Andro Maqi, na shpjegon për karrierën, realizimet dhe sëmundjen që artisti përballet prej 13 vitesh. Pësoj një goditje para 13 vjetësh. Ishe mi dhe i mori gjithë anën e tja, edhe të folurit.
ti. Dhe kemi 13 vjet që luftojmë me këtë sëmundjen e gorë. 2 vitet e para ishin të vështira, ka qëndruar pothuajse i pa lëvizur fare, e mori veten mirë, por dhe në atë gjendje që gori mundjen e kishte tek punët e tij, me një vullnet, me një dashuri të papar, domethënë. Filloi të punonte. Në fillim me ca gjëra të vogla, filloi të mësonte dhe të ushtronte dorën e majtë. Gjëja e parë që bëri ishte të ushtronte dorën e majtë. Dorën e majtë e ushtroi duke mësuar është për të habitur, domethënë me mendjen e tij kërkoi që të mësonte dorën, të punonte duke kopjuar gërmat e tij. Filloi alfabetin, të kopjonte gërmat me dorën e majtë në rrumbullakësinë e tyre dhe punoi goxha mirë te tekste, i kopjonte nga libra të ndryshëm dhe mësoi të shkruante me dorën e majtë. Mbasi e ushtroi mirë dorën e majtë, filloi të punonte dhe të vinte në lëvizje trurin e tij, si të thuash. Dhe kështu filloi dal nga dal të krijonte. Bashkëshortja e tij thotë se pavarësisht gjendjes shëndetësore, Gori punon 2-3 orë ditë për ditë për të realizuar punime, të cilat për fat të keq sot i punon vetëm me allçi pasi e ka të pamundur që t'i përfundojë ato në dru. Mendjen gjithmonë Gori e kishte tek heroinat. I kishte para ato para se të psonte këtë goditjen që ishin dëmtuar shumë rënd dhe kishte vendosur para t'i ribënte ato. Mbasi e mori veten mirë, kam thënë dhe herë tjetër, filloi të bënte, t'i punonte këto heroinat, në fillim në Balt, i punoi vetë me atë, me një ndihmën këtu edhe të shokëve që ka këtu, i bëri në Balt, i përfundoi dhe mbasi e pan shokë të tjerë skulptor të njohur që erdhën nga Tirana për ta parë punën, e vlerësuan që ndronte puna në Balt dhe derdhi në Allçi. Të gjithë këtë e bëri pa, domethënë vetë ai, pa marrë, domethënë, atë okejn, si të thuash. Dhe ata nuk dinin gjë që Gori po e punonte. Dhe kështu e mbaroi punën. E mbaroi, e mori bashkia, e pan, e mori bashkia, e çoi në Tiranë dhe erdhën në Bronx edhe heroina u bë në vend. Për Gorin kjo që një kënaqësi e madhe, sepse në gjendjen që është Gori që nuk mund të komunikoj dot, nuk flet dot, i dha akoma më shumë jetë, edhe dashuri edhe për punën dhe me një vullnet të papar, vazhdon dhe punon edhe sot. Ka bërë disa punë, i bën në Balt, i kthen në Allçi, edhe kështu mirë çdo ditë punon. Për fat të keq, Ksenofoni nuk ka një mbështetje nga autoritetet si artist i merituar, veç vullnetit të tij individuale e artistik. Tani fakti që këtë e mbështetën në heroinat i filloi pa ju thënë autoriteteve fare. Dhe fakti që ato e morën dhe e kthyen nga gur, domethënë dhe e zëvendësuan se s'ke e lehtë edhe kjo gjë që e kthyen në Bronx, është një mbështetje për Gorin dhe kjo i dha një fuqi dhe një mbështetje, domethënë i shtoi jetën, si të thuash, kjo i dha një kënaqësi shumë të madhe. Kjo gjë. Në këtë drejtim ka pasur një mbështetje, sigurisht një mbështetje të mirë, domethënë nga autoritetet. Gori gjithë jetën e tij, gjithë kohën e tij dhe sidomos tani që është i smur, me një vullnet të papar, me një dashuri për punën të papar, punon rregullisht, domethënë. Miku i tij më i ngushtë, Stefan Arseni, thotë se Gori ka një gamë të gjerë stili dhe mënyre në realizimin e veprave artistike, por për të brenga më e madhe është lënia e tyre në mëshirë të fatit. Është një emër shumë i njohur në qytetin e Gjirokastrit dhe jo vetëm, është nga emrat nga grupi i njerëzve i atyre artistëve që shquhet nga Instituti i Lartë i Arteve, që sot quhet Universiteti i Arteve. Gori Kosaki, domethënë është një emër që njihet nga gjithë gjirokastritët, sepse e njohin nga veprat që ka ai. Domethënë kudo që të vesh në Gjirokastër mund të gjesh pjesë të punëve të tij. Duke përmendur ka goxha vepra për heronj, për dëshmor, ka bërë një katalog me 150, numëron 150 vepra të tij. Tematika e punëve të tij shumë e gjerë. Ai është pjesë e skulpturës monumentale, pjesë e skulpturës të kavaletit, të portretit,
Më thënë ka një gamë të gjerë, e fillon punën me vizatimin, e hedh në Balt, pastaj e kalon në Alçi dhe më së fundi realizon o në Dru, të gjitha veprat e tij janë o në Dru ose janë në Bronc. Dhe është për të ardhur keq që vjen vizitori dhe nuk i lexon dot veprat. Për faktin sepse ato duan një kujdes jashtëzakonisht si punë e fëmijës. Vepra artistike si punë e fëmijës do kujdes çdo ditë, po atë punë nuk mund ta bëj kushdo. Unë merrem me artin e kulturën, po si jam unë ai që duhet ta pastroj. Duhet ta pastroj, as komunalja nuk mund ta bëj, po duhen specialistët sepse duan ilaçe të veçanta, ato duhen mirëmbajtur. Dhe në këtë drejtim Gjirokastra i mungon kujdes dhe është për të ardhur keq. Gjirokastra sot krenohet me krijimtarinë e Ksenofon Kostaqit, krijimtari e cila përcjell personazhe dhe fragmente nga pjesë të ndryshme të jetës së historisë. Punimet e tij japin edhe më tepër bukuri qytetit të UNESCO-s, ku autoritetet dhe komunitetet duhet të tregojnë respekt për punën e këtij artisti të madh dhe të palodhur, të cilin sëmundja nuk ja ndërpreu dot krijimtarinë e për fat të keq jeton vetëm me një pension të parakohshëm. Sahati i Vlorës dikur shërbente si një busull orientuese për një vend takim, por edhe si një sinjal zgjimi. Sot akrepat e saj nuk funksionojnë më. Dhe janë qytetarët vlonjat, ata të cilët e kujtojnë me nostalgji dhe tregojnë se si e mbajnë mend aso kohe këtë sahat. Sahati i Vlorës dikur shërbente si një busull orientimi, një vend takim apo edhe një sinjal zgjimi. Sot akrepat e saj nuk punojnë më. Edhe pse u rikonstruktua muaj më parë, akrepat kanë mbetur në vend numëro. Për vlonjatët, ky sahat ka një domethënie dhe vlerë të madhe pasi përfaqëson historinë e qytetit. Kjo nostalgjike për vlonjatët është shumë, si thonë, shumë e vlefshme se një gjë që është kohës e kaluar dhe për kohën e tashme. Sahati ishte mirë atëherë, ishte tamam, tani çfarë të them? Punonte ndonjëherë, jo gjithmonë. Po duhet, si duhet. Se kalojnë njerëzit që s'kan orë në dorë, shikojnë sahatin, mbarojnë punë. Po patjetër, ajo është në qendër, aty është në vend që kalojnë njerëz. Po ka ngjerë që kur erdhi kjo kohë, patjetër nostalgji është, patjetër, domethënë si të sahat, mos punoj sahati për kohë. Edhe shpenzime u bën. Është neglizhencë që po të jetë e prekupuar bashkia, ka specialistët e saj, do të vjen punë, s'ka ndonjë problem më. Banorët tregojnë edhe realitetin e shumë viteve më parë se si e mbajnë mend dhe si ka qenë ky sahat. Ka funksionuar jashtëzakonisht mirë, dang kërciste, e dëgjonte punëtori për vetëm punë me vrap ose për të marrë kohë si mëngjes. Në çdo një orë dhe gjysmore. Simbolike është, sot ka telefoni orë, ka ora e dorës orë, po si do qoftë dhe ajo duhet. Në çdo orë jep alarm. Domethënë ishim njerëzit atëherë me këtë orientoheshin, se unë këtë shpik këtu afër dhe dëgjoja kamalën e saj. Kur binte kjo na zgjollën që venim në punë. Dhe na se s'kishte atë, as orë s'kishim as televizor, as ja dhe orientoheshim pas kësaj. Ka qenë shumë e vlefshme për njerëzit. Duhet rikthyer, se është një gjë që i vlen njerëzimit, jo se si s'ka funksionuar, unë e maj mund që në 6 jetën, që sahati është në atë parat, bashkia, banga poshtë. Ai atëre binte edhe gjysmët, binte edhe orët e plota. Edhe me gjithmënd, se unë kam bërë edhe gjimnasë atje, në atë në afër, dhe kur e dëgjojmë 12 me 1 natës, e tangë, po, shora, atje edhe ishte një kamban shumë e lezetshme, shumë të ngëllonte dhe zgjim. Po, ishte busull. Dhori Malo orëndreqës kujton me nostalgji kohën kur ishte nxënës dhe ndiqte orëndreqësit më të vjetër, teksa e riparonin mekanisht sahatin. Në sahatin e Vlorës, unë pata fat që edhe ta shikoj edhe kur riparohesh me ata ingranazhe mëdhenj, dhe ka dy, si shpjegova ato dyja kontrapeshat, janë shumë të rënda dhe me zinxhir dhe ato vinin në punë dhe ingranazhet dhe ne shpesh e mbirmanim dhe kishte një kosto që ishte nga atëre komiteti ekzekutiv quhesh, nuk quhesh tani bashki, dhe kur disesh një herë në 7 ditë.
Pastaj me një herë 7 ditë vinim atje me ato dhe mirëmbanim. Ne si orë drejsa ishim 9 vetë atëre, unë isha nxënës, kisha një 2 nxënës tjerë. Po ata 7 ishin dhe 2 gra, nuk i merë rallë ato gratë se kishe vështirësi du të ngjitëshe në papafingo lartë, që thoshim ne, që ka 4 fusha ajo, 4 pjesa ajo, që është akoma ekzistuese. Por ai Sahat, unë gjithmonë e shikoj dhe është për dëshiruar. Sahati i Vlorës është një monument kulture i llojit arkitektur, i miratuar me një vendim të vitit 2006. Është ndërtuar në vitin 1918 me iniciativën e kryetarit të asaj kohe, Ali Aslani, dhe është financuar nga tregtarët e qytetit. Në Kukës ndodhet biblioteka me fondin më të pasur të Veriut. Janë së paku 70.000 libra që ndahen në 25.000 tituj. Por si funksionon kjo bibliotek, sa lexues të rregullt ka dhe shumë detaje të tjera, na i thot specialisti i bibliotekës Arber Palushi. Më shumë se 70.000 libra janë pjesë e bibliotekës Agim Spahiu të Kukësit, libra që ndahen së paku në 25.000 tituj. Realisht kemi rreth 70.000 libra që varen në 25-30.000 tituj librash, sepse çdo libër kemi 3 deri në 5 kopje e më në bibliotekë. Kjo bibliotek ka fondin më të pasur në Veri, fondi i cili daton me botimet e shekullit 20 e në vijim, të gjitha botime origjinale. Është një ndër fondet më të pasur, po them, në Veri. Këtu kemi gazeta, revista, libra që nga viti 1912 edhe deri më sot. Teksa shfleton njërën prej revistave më të vjetra, pjesë e këtij fondi, Hylli i Dritës, thotë se kultura e të shkruarit shprehet edhe në mesazhin për lexuesit e asaj kohe. Kemi revistën Hylli i Dritës, janë revista katolike, po lajmëtare, të cilët ne rrymë me fanatizëm, sepse janë një dokument historik. Kemi gazeta të viteve 1945-46 dhe deri në ditën e sotme. Kjo është materiale për cilin fola pak më parë, nëse mundem të lexoj, është gegnisht, po është shkruar shumë mirë dhe shumë qartë. Thotë një aty në pak pajtimtarve që nuk janë ndreq me ne, u lutën atë kënë mirësit me ne dërgue parët në këtë numër. Shi me qa kulturë i kërkojnë parët që se kanë paguat revistën. Kjo është e vitit 1923. Pjesë e fondit është dhe libri më i vjetër i shkruar në shqip, Meshari i Gjon Buzukut, një ribotim i kohës. Pastaj kemi këtu edhe Mesharin e Gjon Buzukut. Normalisht një ribotim, po është libri më i vjetër, shqip më i vjetër shkruar. Kemi Kongresin e Dashkimit Gjuhës Shqipe. Kemi libra, kemi edhe botime të ndryshme historike shkencore që janë marrë gjatë kohës komunizmit që kemi trujtë këtu në fond bibliotekës. Në këtë volum të madh librash, Arbri nuk e ka të vështirë të gjejë atë që kërkon lexuesi, thotë se çdo libër është në vendin e tij. Nuk është shumë e vështirë, sepse secili prej specialistëve ka punuar shumë mirë në këtë bibliotekë dhe librat janë vendosur shumë mirë secila në vendin e duhur, sipas klasifikimit edhe inventarizimit. Edhe për ne si specialistë biblioteke nuk ka shumë e vështirë, kushtet janë pak vështira, duhet theksu, po besoj tani po bëhet rekonstruksioni i Pallatit Kulturës se do ketë prekje edhe kjo. Edhe fondi edhe normalisht mund të ketë diçka pak më komode, siç i thënë. Për librat e veçantë, Arbri thotë se ka një kënd me një kopje që ruhet. Është kënd i veçantë bibliotekës qytetit, të marrim nga një kopje për librat që ne i shikojmë si më të rëndësishmit, kryesisht marrim botime të ndryshme shkencore, marrim librat e autorëve shqiptar, po edhe tuaj. Ismail Kadare, Shefqet Hoxhën, një historian shumë i mirë, domethënë kuksian, apo edhe autorëve të ndryshme. Disa nga autorët që ne kemi, po edhe lexuesi ka më për zemër dhe kërkon më shumë, jemi detyruar të marrim këtë fond veçantë për arsye të moshumbjes librit. Janë rreth 400 lexues të rregullt të regjistruar si antar, por Arbri thotë se biblioteka është një referencë mirë për studentët gjatë punës që bëjnë me temat e diplomës në degë të ndryshme. Kemi edhe raste, duhet të theksu, të studentëve që kanë një temë diplome edhe ne i futim vetë në fond, edhe pse nuk është e lejuar. I futim vetë në fond edhe përzgjedhin vetë libra se çai duhen për një temë diplome. Vitet e fundit, mas pandemisë, studentët e kanë zgjedhur kryesisht Kukësin për tema të ndryshme diplome. Si studentët e historisë, studentët e gjeografisë, apo edhe studentët të gjuhës së letërsisë e kanë zgjedhur si temë Kukësin, normalisht u adesht me marrë disa materiale këtu në fond edhe i kanë përzgjedhur vetë. Normalisht me ndihmën tonë, po kanë hyrë vetë në fond edhe kanë prek ajo që duhet ta kanë marrë vetë. Biblioteka ka një kod të veçantë në guidën turistike të Kukësit, ndaj nuk mungojnë edhe turistët e huaj që interesohen për shumë botime që përcjellin historinë e zonës. Shpeshherë duhet me theksu që vijnë turista edhe
Google normalisht e shikojnë që ka biblioteka e qytetit, ka një fond edhe vinë e shikojnë edhe realisht habiten me pasuri që ka ky fond, domethënë. Sepse i shpjegojmë edhe më gjë, sepse kanë dëshirë të njohin më gjë më gjatë edhe për kohën e komunizmit, për kohën e Enver Hoxhës, që ne kemi materialet mjaftueshme për ta prekur atë kohë, domethënë për ta pa këtu. Gazetat janë një tjetër sektor i këtij fondi që janë sistemuar që nga viti 1945. Në shumë raste, gazetat kanë shërbyer edhe si formë arkivore dokumentuar për qytetarë të ndryshëm që kanë patur probleme dhe historia e tyre është botuar diku në një gazetë e cila ndodhet në këtë fond biblioteke. Gazetat janë një ushqim i përditshëm për moshën e tretë edhe ka raste kur mund vënohen me 50 minuta dhe ankohen direkt, domethënë. Kemi pas kërkesa të vazhdueshme për gazeta, kryesisht për njerëz që kanë pas probleme me pensionin gjatë kohës komunizmit, që kanë pas vizitë punës apo edhe raste të tjera. Por mund të përmesim edhe raste të njerëzve që kanë kërkuar azil në vende të ndryshme Bashkimit Evropian. Edhe ndërmjet problemeve të ndryshme që kanë pas, por kanë qenë dokumentuar në gazetë, kanë marrë materialin tani, edhe kanë paraqitur gjykat apo kudo që kanë paraqitur edhe Fondi në fjalë kërkon përkujdesje të vazhdueshme, pak nga kushtet jo të favorshme të ambienteve në të cilat ndodhet ky fond, por edhe nga lexues. Kemi raste kur kemi libra të dëmtuar, edhe këta e bëjmë kryesisht me lexuesit e mirë, në thonë, sa them, me studentët apo gjimnazistët, kur është pak i dëmtuar, i themi që nëse munden ta ngjisin apo ta sillen në një formë tjetër, dhe kemi gjithmonë atë me kuptimin e tyre, Dhe kjo është për të vlerësuar. Kjo gjithmonë ndodh me lexuesit e mirë, kemi ato lexuesit e mirë që kryesisht përpiqen me lexu për secilit prej autorëve veprat më të mira, dhe veprat më të mira gjithmonë janë në sasi të pak sepse humbasin. Edhe normalisht kur janë të dëmtuar janë lexuesit i kemi gjetë atë mirëbesimin e tyre, me kuptimin e tyre dhe i kanë gjitë dhe i kanë sjell me një mënyrë tjetër. Vetë Arbri është një lexues i rregullt dhe i apasionuar pas librit, ndaj u sugjeron gjithmonë të tjerëve. Patjetër që lexoj vetë, sidomos me këtë pasurin e fundit që kemi bërë bibliotekës, kemi marrë shumë libra motivues. Edhe tani që të lexoj një libër Gjeko, në moment që erdhi aty po lexoj një libër Gjeko, sapo e kam hap sot edhe se ne po vrapojmë edhe nuk po gjejmë kohë për gjërat më të rëndësishme, kështu që është një libër që kam sugjeruar edhe të rive që vinë për të marrë me lexu, sepse zakonisht kryesisht lexojnë romane të rit, po i kam adresuar edhe nga autobiografitë apo edhe nga librat motivues. Thotë se në ditët e sotme është bërë vështirë ofrimi lexuesve pranë librit, sigurisht edhe nga teknologjia. Në këtë kontekst gjithmonë i nxit të rinjt për t'i afruar me librin. Realisht në ditët e sotme është bërë shumë e vështirë, kjo për vetë fakti sepse teknologjia e theksoj të paktën, sidomos mas vitit 2020, mas pandemisë, numri lexuesve është në rënje për vetë fakt sepse teknologjia po bën ndikimin e vet. Që nga momenti që u bë mësimi online, kishte një rënje të numrit lexuesve, edhe sot thjesht pse bibliotekës është shumë e vështirë. Domethënë të mbash gjallë idenë edhe rëndësinë e librit është jashtëzakonisht shumë e vështirë. Ne përpiqemi bashkë me kolegë që gjithmonë me ndërmarr nisma për ditë ndryshme të librit, po jo vetëm, që të nxisim atë dëshirë për me lexu. Në kohën e pandemisë, Arbri bashkë me kolegët e tij ndërmorën një iniciativë për të dërguar libra çdo lexuesi që kërkonte përmes një mesazhi apo telefonate. Ajo koha e pandemisë kishte shumë gjëra që nuk i din, jo vetëm ne, por mendoj gjithë nuk i din shumë gjëra, edhe nisis një lloj mesazhi për jo vetëm për të, por për gjithë që të kujdesen për veten. Edhe gjatë diskutimet që kishim edhe me detojëshin institucionet, po edhe me koordinatorin e Kuvendit Amerikan, vendosëm bënim diçka ndryshe. Mënyrë që ato ditë stresi, ishte ajo ideja e karantinës mbyllur i shtëpi, të përcjellëm diçka tjetër, të rive kryesisht, ajo është bërë si fokus të rit, më fakt kemi gjetë mbështetje edhe të moshat e tjera, të fëmijët, po edhe të mosha e tretë, edhe them drejtën nga pas goxha interes për këtë shërbimin, është një formë delivery që ne kemi çu libra në shtëpi, por realisht kemi bërë shumë të kënaqshëm edhe ne, po edhe lexuesit që në bazë të kërkesave që na e kanë nisur, kemi shërbyer në shtëpi dhe ka qenë një emocion krejt ndryshe në raport me ata që bëjmë sot për shembull që na vjen lexues në bibliotekë. Dhe ishte gjithçka përgatitur për korrespondent, ne do takohemi sërish javën e ardhshme me të tjera histori. Qëndroni me ABC.